Importet e ushqimeve të importuara janë në rënje të vazhdueshme në 3 vitet e fundit, por kjo tkurrje nuk po reflektohet në tregjet me pakicë, kur të njëjtet artikuj janë në rritje për të njëjtën periudhë krahasimi. Sipas të dhënave të përpunuara nga Porti Detar i Vlorës, 1 kilogram nga grupi ushqime dhe pije alkolike kushtoi 116.7 lek në 3 mujorin e tretë të vitit 2025, ndërsa këto janë shifra që vinë në mënyrë të përgjithshme në të gjithë vendin. Kjo vlerë ishte 0.7% me ullët në të njëjtën periudhë të vitit 2024 dhe 8% më pak se në 3 mujorin e parë të vitit 2024. Të dhënat mbi importet e ushqimeve tregojnë rritje të sasive në 2 vitet e fundit, por edhe rënje të vlerës për kilogram. Rritja e vizitorëve të huaj ka krijuar kërkesë më të lartë, teksa po zvendësohet edhe mungesa e prodhimit vendas. Nga ana tjetër, në tregjet e pakicës, çmimet e ushqimeve, duke përfshirë edhe ato të importit, janë rritur me 3% krahasuar me vitin e mëparshëm, ndërsa pak më tepër se inflacioni i përgjithshëm. Teksa importuesit janë duke blerë më lirë për shkak të ofertës më të bollshme ose luatjeve në tregjet ndërkombëtare, tregtarët në vendin ton nuk e transmetojnë këtë ulje te konsumatori. Marzhet tregtare në fushën e tregtisë janë të larta për shkak të përqendrimit të lartë, çka u jep kompanive të mëdha më shumë fuqi për të ruajtur çmimet e larta dhe në kushtet kur kostoja e furnizimit ka rënë. Të dhënat me importet e ushqimeve tregojnë rritje të sasive në 2 vitet e fundit, por edhe rënje të vlerës për kilogram. Rritja e vizitorëve të huaj ka krijuar kërkesë më të lartë, teksa po zvendësohet edhe mungesa e prodhimit vendas. Nga ana tjetër, në tregjet e pakicës, çmimet e ushqimeve, duke përfshirë ato të importit, janë rritur me 3% këtë vit, pak më pak se inflacioni i përgjithshëm. Teksa importuesit janë duke blerë më lirë për shkak të ofertës më të bollshme ose të luatjeve, kjo gjë nuk po transmetohet te konsumatori, ndërsa nuk dihet nëse kjo do të ndodhë në vijim. Por për shkak edhe të festave të fundvitit, çmimet do të vazhdojnë të sfidojnë konsumatorin, i cili duket se në këtë periudhë do të ketë kosto më të larta, duke shpenzuar më shumë para.